Dhjetra qytetarë të rinj dhe aktivistë marshuan këtë të njëjtën në Shkodër në mbështetje të studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, duke kërkuar të drejtën për të dhënë provimin e jurisprudencës në gjuhën shqipe. Me pankarta në duar, ata u nisën nga Dugajt e Reja ku bën thirrje për respektimin e të drejtave arsimore dhe gjuhësore. Organizatorët dhe pjesëmarrësit theksuan se mbrojtja e të drejtave gjuhësore dhe arsimore mbetet thelbësore, duke bërë thirrje për më shumë vëmendje dhe angazhim institucional ndaj kësaj çështjeje. Ata nuk janë vetëm, që zëri i tyre është edhe zëri jon, po ashtu do të vazhdojmë edhe me mbështetjen tjetër që ndoshta mund bëhet një grup studentash shkojnë në Maqedoninë e Veriut ose solidaritet në rrjetet sociale. Bëjmë thirrje çdo aktori, ministrit jashtëm, ku vendi i Shqipërisë të miratojë një rezolut dhe t'i drejtohet vendeve të Këshillit të Evropës për të mbrojtur të drejtat e studentëve shqiptar në Maqedoninë e Veriut, që të respektohet e drejta për të studiuar dhe për të patur kurrikula në gjuhën amtar, në gjuhën shqipe. Jena në mbështetje të shqiptarëve të Maqedonisë, sidomos studentëve që ta bëjnë provimin e tyre në gjuhën shqipe, domethënë, nga që është pjesë e jona, është pjesë e trevës. Mendoni shumë dhe mbështetni këtë protestë, sepse një mbështetje e vogël mund bëjë shumë ndryshime të mëdha. Një projekt ligji hartuar në vitin 2024 nga Ministria e Drejtësisë në Maqedoninë e Veriut, i cili synonte mundësimin e dhënies së provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, nuk u qua përpara. Pas ndryshimeve në përbërjen parlamentare dhe formimit të qeverisë së re, ai u hoq nga agjenda e kuvendit dhe nuk është rikthyer më në diskutim nga autoritetet aktuale.